Ndeshja miqësore mes Ukrainës dhe Shqipërisë është mbyllur me një heshtje të pazakontë, pasi vetëm trajnerët e dy ekipeve janë paraqitur rregullisht para mediave në sallën e konferencave, siç është detyrim ka FIFA-s. Por pastaj sa u përket lojtarëve, ata janë larguar në heshtje. Jo vetëm futbollistët e Shqipërisë, të cilët nuk kanë dhënë prononcime, edhe për faktin se nuk kishte përfaqësues të mediave shqiptare të pranishme në stadium, por edhe të Ukrainës. Mediat ukrainase kanë bërë të ditur se edhe lojtarët ukrainas kanë refuzuar që të flasin për mediat e tyre të pranishme, dhe vetëm pas një insistimi të gjatë, debutuesi Matvej Ponomarenko ishte ai i cili doli nga autobusi i ekipit dhe foli disa minuta me ta. Një heshtje që përshkruan më së miri ato që shumë kush e ka cilësuar si ndeshja e të dëshpëruarve, të cilët kishin pak për të komentuar për këtë sfidë pas zhgënjimit në play-off. Kombëtarja shqiptare e futbollit është mundur sot me rezultatin 1-0 nga Polonia në miqësoren e luajtur në Valencia të Shpanjës. Një humbje e cila shënoi një rekord unik për epokën e drejtimit të saj nga trajneri Silvinho. Duke llogaritur edhe humbjen me Anglinë, me të cilën mbyllëm eliminatoret, si dhe atë të Polonisë këtë të enjte, kjo ishte hera e parë që braziliani humbte 3 ndeshje radhazi. Periudha më e gjatë ku Shqipëria nuk gjente fitore në drejtimin e Silvinhos ishte 4 ndeshje radhazi, por asnjëherë më parë ajo nuk kishte regjistruar më shumë se 2 humbje radhazi në drejtimin e kuqezinjve, duke shënuar një risi për të. Trajneri kombëtar Silvinho është faqur para mediave në fund të ndeshjes miqësore që Shqipëria humbi 1-0 përballë Ukrainës. Duhet jemi sinqert, ishte e vështirë që të reagonim pas humbjes ndaj Polonisë. Imagjinoni që kishim mundësinë vetme në jetë, si shtet e federat që të shkonim në botror. Ishte hera e parë për ne. Pritshmëria ishte shumë e lartë, po luanim 100% e më shumë ndaj Polonisë. Kishim edhe një pjesë të ndeshjes në dorën tonë. Në fund të ndeshjes ishte e vështirë ta pranonim. Ishte e vështirë të punonim në ekip dhe mundësia të reagonim, të vinim e luanim këtu ndaj një ekipi të mirë si Ukraina, me lojtarë të mirë. Ky është një ekip i pabesueshëm. E kam parë ndeshjen ndaj Suedisë, mund ta shija sa shumë lojtarë të mirë kishit bërë. Pastaj kur flet për futbollin, e pson 3 gola, je jashtë. Por duke menduar për ekipin ton ishte shumë e vështirë. Ne kemi shpenzuar shumë energji që të vinim këtu, dhe u munduam të bënim mirë në mendjen tonë. Nuk rikuperuam mirë të them të drejtën, nëse flitet për aspektin mendor. Thash që do jemi kënaqur nëse fitoj? Nëse fiton ndeshjen je, nëse jo, padyshim jo. Edhe paraqitja ishte vështirë, që të rikuperonim lojtarët nga ana mendore. E provuam të gjithë, edhe federata. Për ne është shumë e vështirë, është një kundërshtar i vështirë, por kur je këtu, në play-off, mund ta imagjinosh që mund të shkosh para. Nuk ja dolëm. Polonia ishte rezultati vështirë, e përsërit se si përfundoi ndeshja. Ishte vështirë të menaxhonim edhe 28-30 minutat e fundit. Nuk kam çfarë të them. Jam i mërzitur. Urime Ukrainës. Shihemi herën tjetër. Miqësoria me Ukrainën? Kur më pyesni, po mendoj se ju e dini përgjigjen time. Po bëj shaka. E kuptoj pyetjen tuaj shumë qartë. Besoj se e dini përgjigjen time. Është e vështirë për të dyja skuadrat, po flas për një ndeshje me Ukrainën. 5 ditë më parë po luanit në nivele të larta, për qëndrimi dhe taktikisht, dhe të gjithë lojtarët po prisnin për atë ndeshje që ishte 5 ditë më parë. Është e vështirë për të dyja skuadrat. Sigurisht që Ukraina luajti shumë më mirë se ne sot, kanë kualitet të mrekullueshëm. Keni lojtarë që luajnë te PSG, Benfica, Guignon, Bournemouth, Everton, shumë lojtarë të mirë. Ishte e vështirë për ne. Le të shkojmë te pika që po më pyet. Ishte shumë e vështirë që Shqipëria të shkonte në play-off, nënkuptonte shumë për të gjithë. Mund të ishte më mirë, por ne kishim eksperiencën që luajtëm 2 ndeshje dhe pse i humbëm të dyja, u shpreh trajneri Silvinho.